Të nderuar teleshikues së mirëmbrëma. Si zakonisht, emisioni Mbrëmjes së sotme është i ndarë në dy pjesë. Ngjarjet e aktualitetit në pjesën e parë dhe fushata elektorale në pjesën e dytë, që është edhe kjo. Po aktualitet, por specifikuar, është fushata elektorale. Sikundër se e dini të nderuar teleshikues, sot është ndarë nga njoftuar ndarja nga jeta e Papa Franceskut, një nga figurat më të dashura, jo vetëm për besimtarët katolik, por për njerëzit në mbar botën. Ai do të kujtohet për ulësinë, për kushtimin ndaj të varfërve dhe për afërsinë e rrallë me njeriun e thjeshtë. Pikërisht për këtë arsye, ndoshta ky është papa, njëri nga papët, po sidomos papa që meriton respektin e të gjithëve, pa dallim feje apo bindje. Tani të nisim pjesën e parë. Të ftuar në lidhje direkte, unë kam Klodiana Lalën, gazetare në Shënjesër, në News 24. Zonja Lala, mirëmbrëma, faleminderit që na ndihmosh pak larg, se ne kemi mësuar tani që kemi afër dhe të duam më shumë kur të kemi afër. Edhe jo se të duam edhe kur je pak larg, po kur jemi afër, jemi afër. Ola Xama, bëjnë në imbatutoj, se mos më kësem përgjigje. Ola Xama, gazetare drejtuese e Kronës në MCNTV, faleminderit zonja Xama. Sokol Bregu, Leonard Mitro, ma e njëti televizion tani jemi, është dhe si punë feste sot dhe zoti Abilekaj, analisti i Dosja Pikal, bëndet Dosja Pikal përveç analizave që ne na ndihmon shpesh në emisionin tonë. Ka shumë kohë. Tani fillojmë këtë pjesë që thamë si aktualiteti. Shqipëria realisht u trondit shumë nga dy atentatet që kaluan dhe njerëzit me thënë drejtën përveç u tronditën dhe u trembën shumë. Sepse janë atentate që ndodhen në njëra prej tyre për shembull është edhe afër zonës ku jemi ne këtu. Kjo Tiranës. Pastaj dhe janë ngjarje të cilat na kanë bashkëqyruar nderuar teleshikues në gjithë historinë tonë pluraliste. Se në kohën e diktatorit të shkretë, vriste ai, paktën po e dinim që vriste vetëm ai dhe kaq. Merret të mbytet në përburgje, në atë vriste në fund ç'të bënte po ai. Tani janë shtuar shumë këta që vrasin e tjera dhe që bëjnë atentate. Tani zonja Lala. Dy atentate i thamë tronditën në vendin mbrëmjen e së endes. Në plan të Lezhës, për fat, ai ç'është fat, ai është fatkeqësi. Për fatkeqësinë që ndodhi, në plan të Lezhës u vra shtetasi Gjovalin Prendi, babai Roan Brahimit i ekzekutuar në Greqi vitin e kaluar. Çfarë të reja të tjera përveç atyre që ne thamë ka nga kjo ngjarje? Se edhe ne popull që themi plot gjëra pastaj, sa janë gjëra të ndryshme. Ne disa detaje, zotë Rakimi, kemi shpjeguar edhe të njëjtën në mbrëmje, për sa kohë ngjarja e rëndë ndodhi vetëm pak minuta përpara se të ishim në transmetim live, kështu që në një farë mënyrë kam shpjeguar të gjithë sagën e përplasjeve që kishte Roan Brahimi me disa grupe kundërshtare. Megjithatë, do të ndalem tek detajet më të reja dhe më të fundit që vijnë pikërisht nga atentati mafioz në Lezhë ku humbi jetën Gjovalin Prendi, 64 vjeç, ai u vra përpara biznesit të tij në zonën e Planës në Lezhë. Sigurisht bëhet fjalë për një sak të gjatë gjakmarrje dhe hakmarrje, për shkak se djali i tij i vetëm, Roan Brahimi, sepse emrin e ka të ndryshuar, emri i tij i lindjes është Sidorel Prendi dhe e ka ndryshuar në Roan Brahimi, ishte i përfshirë në shumë atentate mafioze me shumë viktima. Sa i përket mekanizmit të ngjarjes, paraprakisht sipas kthyrjes së kamerave të sigurisë, por edhe sipas dëshmitarëve në vendin e ngjarjes, rezulton se automjeti i përdorur nga autorët, që është një automjet i vjedhur, ka ardhur nga zona e Miloti dhe është afruar tek biznesi i familjes Prendi. Aty babai i Roan Brahimit, Gjovalin Prendi, ka qenë duke konsumuar një kafe në prani të një personi tjetër. Kanë dalë dy persona të maskuar dhe me Kalashnikov dhe vetëm njëri prej tyre ka qelluar në drejtim të Gjovalin Prendi, duke i marrë atij jetën dhe më pas automjeti kanë ndjekur të njëjtën rrugë të largimit, pra në drejtim të Milotit, dhe është gjetur i djegur thuajse tërësisht të nesërmen e ngjarjes në fushë Gjormë.
Sigurisht, duhet të ndale vetëm në një moment, zote Rakipi. Roan Brahimi u ekspozua për herë të parë nga policia e shtetit në atentatin e ndodhur tek mbikalimi i Fushkrujës, ku viktim mbeti Brillant Martinaj, kushëriri i parë Ervis Martinajt dhe dy miqtë e tij Besmir Hoxha dhe Dikler Vata. Në atë kohë, njëri nga personat e dyshuar si pjesëmarrës në këtë atentat ishte edhe Roan Brahimi, i cili bashkë me miqtë e tij Indrit Doklen, ish antar i bandës së Durrësit dhe kreu i një prej fraksioneve të bandës së Durrësit, Alessio Dobrozin, Ramazan Rajën, nipi i ish deputetit socialist Rahman Raja dhe disa persona të tjerë dhe Fation Murati, u shpallën në kërkim policor për të marrë në pyetje në lidhje me këtë ngjarje. Dhe që nga ai moment, policia ka patur të dhëna që grupi kundërshtar, pra grupi i Martinajt, ishte përbetuar që do ta shkatronte dhe do ta shuante të gjithë familjen. Dhe po të shikosh, në vitin 2024, pra 2 vite më vonë, Roan Brahimi u ekzekutua në një atentat mafios në Athinë, në sy të gruas së dytë, sepse do ta sqaroj dhe historinë e gruas. Roan Brahimi kishte 2 gra, me njëra që ndronte këtu dhe që është marrë në pyetje më pas për këtë ngjarje, por dhe atentatin e kryeqytetit, ndërkohë gruaja tjetër bashkë me djalin e mitur jeton në shtetin fqinj në Greqi, e cila nuk rezulton të ketë patur asnjë problem apo përfshirje në historitë e bashortit të saj. Sa i përket sagës së përplasjeve, Roan Brahimi është dyshuar edhe për ngjarje të tjera të rënda, si atentati ndaj Ardian Gjeloshit, me një të plagosur dhe një të vrarë, pra u vra ekonomisti i shoqërisë Ardian Gjeloshit, ndërkohë që Gjeloshi mbeti i plagosur, është dyshuar për atentatin ndaj Ylli Ibrahimit ose Brahjas, të cilin e kishte edhe kushëri të bashortes së parë, sepse e konsideronte si një person që e kishte tradhtuar tek Martinajt, dhe në atë ngjarje mbeti gabimisht i vrarë Klisman Preqi, ishte po ashtu i dyshuar bashkë me kunatin e tij për ngjarjen e vrasjes së Gentian Betjas në Larush të Fushkrujës. Ndërkohë ka patur dhe ngjarje të tjera, po këto janë ngjarjet më të rënda. Ka patur dhe një konflikt me një grup të Tepelenës, i drejtuar nga ai që njihet si Reno i vogël, Renato Musca, që kishte të bënte me trafikun e drogës, por policia është duke verifikuar këtë pistë. Ndërkohë që familja Prendi, duhet thënë që her pas here, ka marrë edhe mesazhe, nëse mund ta them kështu, kërcënuese, që pas atentatit tek mbikalimi i Fushkrujës, që kjo familje ishte në shënjestër dhe që sigurisht do të shkonte puna deri aty sa do të shuhej e gjitha. Kjo është pak a shumë e gjithë historia, sa u përket autorëve, unë mendoj që policia është shumë larg, sepse duke qenë se ka kërkuar identifikimin e shasisë së automjetit dhe e ka dërguar jashtë vendit, për shkak edhe të pushimit të pashkëve, nuk ka marrë ende përgjigje se ku është vjedhur, pra definitivisht, përfundimisht kjo makinë, nëse ka ardhur nga jashtë apo është vjedhur në Shqipëri, pavarësisht aludimeve që ka patur gjatë ditës së sotme në lidhje me këtë aspekt. Pra e thamë përmende veçanërisht emrin Ervis Martinajt për shkak konfliktit me Roan Brahimin. Pistët tjetër, cilat janë pistat konkretisht? 1, 2, 3. Se unë dëgjoj që ka dhe pistat tjetër. Unë ju përmend atë paktën 4 atentate ku bënte pjesë dhe dyshohej në mënyrë direkte Roan Brahimi. Pra ishte familja, nëse mund ta them kështu, grupi kriminal Martinaj, Ylli Brahja, Ardian Gjeloshi dhe Gentian Betja. Këto ishin përplasje që ai kishte të hapura dhe që ishte pyetur ose ishte shpallur në kërkim policor në lidhje me këto ngjarje. Ndërkohë ka patur kontrolle, përveç se këtyre familjeve që unë përmenda, ka patur kontrolle dhe në banesat e fisit Reqi në Mirdit, sepse sipas të dhënave, Roan Brahimi ishte në përplasje me këtë grupim në zonën e Mirditës, për sa kohë që djemtë e familjes Reqi ishin në një aleancë me djalin e Ardian Gjeloshit, të cilin sipas policisë Roan Brahimi tentoi ta eliminonte. Pra, këto janë pak a shumë pistat, dhe pista tjetër ju thash, çështja e përplasjeve në trafikun e drogës me atë që njihet si Reno i vogël. Këtu është përqendruar policia. A mund të ndodhë që zbulohen të dhëna të tjera të reja? Patjetër që mund të ndodhë. Roan Brahimi ishte në konflikt me Ervis Martinajt për shkak të loreve të fatit dhe Ervis Martinaj e kishte dhunuar në mënyrë barbare bashkë me kushëririn e tij Brillantin, kur Brillanti ishte në gjallë të tij dhe me pjesëtar të grupit kriminal në një nga ambientet dhe bizneset e tij, dhe në atë kohë ka qenë njëri nga njerëzit e familjes që thuajse ka marrë në një gjendje shumë të rënduar dhe të dhunuar Roan Brahimin për ta hequr nga duart e Ervis Martinaj dhe Brillant Martinaj. Dhe që atëherë Roan Brahimi ishte përbetuar që do të merrte hak dhe ndaj tentoi të vriste edhe Ylli Brahimin ose Brahjan, se janë të gjithë me emra të ndryshuar,
për shkak se edhe pse kishte lidhje, pra e kishte krushi nga që kushëririn e tij të parë kishte për bashkëshorte, ai e dyshonte atë si njeriu që e tradhtoi dhe e shiti tek Martinajt. Pra këto janë dy pistat kryesore. Sigurisht që rrugës mund të dalin vetë detaje të tjera, të cilat mund të jenë pa njohura për median për shkak se policia po bashkëpunon edhe me autoritetet greke dhe me autoritetet tjera. Tani, te mjeti që u qellua me breshëri këtu në Tiranë, në qendër, këtu afër nesh, çfarë dim për këtë ngjarje? Ku shënjestra? Çfarë mendon policia për shënjestra? Tani, dëgjoj, Ylli, unë janë bashkë këto të dyja, janë bashkë. Jo, ti shënjestra mund të thuash njëri që mund mos duash që thuash emrin, e kupton, nuk ka rëndësi. Patjetër. Ja, po ju a shpjegoj si e shikoj unë këtë ngjarje, duke qenë se mendoj modestisht që jam një ndër njohësit më të mira. Padyshim sepse ti ke treguar në studion time, ke treguar. Jo, për shkak se kam disponuar disa dokumenta dhe materiale, raporte sekrete në 2022, 2023 dhe 2024, gjatë kohët të transferimit të dosjeve në drejtim të SPAK-ut, dhe për këtë arsye kam arritur të kem disa informacione që jo të gjithë kanë patur mundësinë, qoftë edhe rastësia mi ka sjellë në duar. Tani problemi është që në atentatin në Lundër, unë besoj fort që asnjëri prej 4 personave që ndodhishin në atë automjet nuk është shënjestër. Në atentatin në Lundër është qelluar mbi një automjet GL, ku kanë qenë 4 persona. Kanë qenë 2 të mitur që janë përkatësisht djali dhe nipi i pronarit të kompanisë Pelikani Security, ka qenë një mik i tyre, nëna e të cilit punon në një bank të nivelit të dytë në vend, dhe shoferi i familjes Demiraj, i cili ka shkuar dhe i ka marrë djemt nga një ditëlindje në pjesë të Shijakut, sepse 11 vjeçari i cili ndodhet në gjendje të rëndë kishte ditëlindjen atë ditë, dhe pasi kanë përfunduar festën, disa miq të përbashkët, pra kanë qenë edhe djemt të tjerë, kryesisht djemt të biznesmenëve të njohur në vend, por edhe njerëz të rëndësishëm për shkak se jetojnë të gjithë në zonën e njohur si Rolling Hills, dhe ku kanë ardhur tek dogana, aty ku kryqëzohen, pra ka 2 degëzime unaza, njëra në drejtim të rreth rrotullimit të Tegut dhe tjetra në drejtim të Shkozës, automjetet janë ndarë dhe GL-ja ku ndodhej Aren Stafa, pra shoferi familjes me 2 djemt e nipin dhe djalin e pronarit dhe djalin tjetër që ishte mik i tyre, ne është nisur në drejtim të Shkozës dhe do dilte tek në Lundër, pra sepse i binte mes ta duket e ka parë si rrugë më të arsyeshme. Në momentin që do zbriste tek mbikalimi i Shkozës, aty një motor që i kam mbritur sipas kamerave të sigurisë vetëm në pak minuta përpara se të mbrinte automjeti i personave që janë qelluar, pra i djemve, i kompanisë Pelikani Security, në ato moment ka hapur zjarr dhe shoferi e ka shtuar shpejtësinë për shumë shpejt, domethënë dhe ka ecur me një shpejtësi maramëndse deri tek tregu. Tek tregu ka hyrë në degëzim dhe një moment për shkak të plagosjes ka humbur ndjenja dhe është përplasur me një automjet tjetër. Dhe të gjithë personat, pra të 4 personat, 2 prej cilëve janë të mitur, 11 dhe 17 vjeçar, kanë mbetur të plagosur. Pse them unë se nuk janë shënjestre këtij atentati? 1, sepse i vetmi dyshim që është ngritur mbi këtë familje kanë qenë dyshimet për fajte, gjë që sipas të gjithë hetuesve, edhe kjo nuk është e provuar, por është thjesht një dyshim, sipas të gjitha rasteve të mëparshme, përgjithsisht për fajde nuk shkojnë në masakra të tilla. Përgjithsisht masakra të tilla kryhen vetëm kur ka ndodhur ngjarje të rënda ose ekzekutime mafioze të mëhershme dhe ka një urrëtie të madhe ndaj shënjestrës që ato kanë. 1. E dyta, në atë rrugë, ajo rrugë frekuentohet nga njerëz të njohur të botës së krimit. Unë i shikoj ngjarjen e Lezhës dhe ngjarjen e kryeqytetit personalisht si ngjarje të lidhura, edhe pse policia po përpiqet ta devijojë. Sepse njeriu i parë që është pyetur pas këtij atentati ka qenë gruaja e parë e Rohan Brahimit, e cila ka në përdorim një automjet të njëjtit tip dhe ka rezultuar nga të gjitha hetimet e deritanishme që 20 automjete GL, të cilat përdoren nga personazhe të biznesit dhe të botës së krimit, të gjithë jetojnë në zonën e Rolling Hillsit dhe në vilat ngjitur Long Hill në mos gabojmë, kërkojnë ndjes nëse bëj gabim për zonën tjetër rezidenciale. Dhe në të gjithë këtë histori, aty jetojnë njerëz të botës së krimit. Endri Dokle, i cili është në kërkim ndërkombëtar, po nuk përjashtohet mundësia të ketë hyrë në Shqipëri, Arsim Lita, biznesmen të njohur e tjera me radhë. Duke qenë se ajo zonë, pra në atë zonë 3 minuta më pas ka kaluar një tjetër GL, por pak minuta përpara atentatit, po ashtu ka kaluar një automjet të njëjtit tip dhe është qelluar mbi këtë automjet që kishte një targ të përafërt me personazhe të lidhur me Rohan Brahimin,
për këtë arsye, unë besoj fort, edhe pse policia po përpiqet ta shfokusoj vëmendjen. Dhe po të shikosh, motori që ka qelluar mbi ta, e ka njohur shumë mirë zonën, ka kaluar në nënkalim, ka shkuar në zonën e Daiasit dhe është gjetur në Fikas. Pra do të thotë që mënyra se si ata kanë vepruar, mendoj fort që lidhet me këtë sak të përplasjeve, sepse ka të bëjë me ashpërsinë, ka të bëjë me organizimin e të tjera me radhë. Nëse do të kishin në Shinjestër dikë tjetër, mund të qellonin edhe GL-n që kaloi përpara, ose mund të ndodhte që të qellonin një automjet tjetër, po kanë qelluar dhe ndaj unë besoj fort që Shinjestra është e gabuar. Okej, do jemi pak minuta bashkë, ja të hyj Bregu, po për këtë moment, keni në një përplotësuar plus, pra, pistat e hetimit janë këto që përshkroi zonja Lala, keni në një ide në ju në një pistë tjetër, dhe a ka pistat tjera për hetimin, dhe këtë në fillim. Lidhja në fakt, do më thënë, vrasja e Sidorel Prendit në vitin e shkuar dhe hakmarrja ndaj Tjatit këtë vit, ka të ngjarë dhe Klodi e shpjegoi, ka shumë, ai ka një dekadë në krim, ka marrë pjesë në shumë ngjarje kriminale, militonte prej 10 vitesh, dhe kushdo mund të ketë qenë nga gjithë hakmarrjet e mundshme që ai kishte i la familjes mbi shpinë. Por që të bëjmë një lidhje me Lundrën, është pak, nëse është e tillë, kemi të bëjmë me një grup të jashtëzakonshëm pastaj kriminal. Sepse në të dyja ngjarjet, fizikisht kanë qelluar. Po, pastaj do të kemi të bëjmë, jo, çdo gjë është e mundshme, policia është shumë larg, ka vetëm dyshime, por do të kemi të bëjmë me një grup që minimalisht duhet të ketë angazhuar atë ditë më shumë se 15 veta. Për t'i bërë të dyja krimet, sepse 6 prej tyre kanë marrë pjesë fizikisht në vrasje. Nga ana tjetër, unë mendoj që në qoftë se ti ke një Shinjestër dhe vete aty të vret njerëz që s'kan lidhje me këtë punë, unë nuk besoj që është në një grup shumë i madh profesionistë. Jo, po profesionistë janë ata. Qoftë vete godet fëmijë që s'kan lidhje. Krimin e Lezhës, ne nuk e dim se si ka ndodhur, por nëse bëjmë fjalë për të njëjtin grup, i njëjti grup ngatroi edhe vrasjen e Banakierës. Shkoi për ekzekutimin e dikujt tjetër dhe ekzekutoi Banakierën dhe kjo është, zoti Bregu, kjo është larg qoftë, se sa hyn kur menes, kur të vrasim ne këtu që s'marrim vesh fare nga kjo punë. Është një grup, kjo është të vesh vrasë, qellosh fëmijë 11 vjeç. Është, nëse kemi të bëjmë me të njëjtin grup, atëre i njëjti grup dyshohet edhe për vrasjen e Don Boskos, ku në fakt Shinjestër ishte shteta si Fatjon Murati dhe jo Banakierja, u hap zjarr nga jashtë, u hap zjarr i pa kontrolluar dhe a kanë ngatruar targën e automjetit. Kjo pastaj policia aty dyshon në tre është duke i kryer hetimet në 3 pista. Pista e parë kuptohet që mbetet, edhe pse policia në 99% të ekspertëve të saj mendon që nuk ka lidhje me familjen në fjalë, pra me pronarin e kompanisë së sigurimit, një ndër kompanive të security's në Shqipëri, megjithatë ajo mbetet ende në këto 2 pista mbeten thua ti. 2 të tjerat lidhen pastaj po me vrasjen e Lezhës. Në fakt, nëse do të ketë ndodhur në këtë lloj forme, në Shqipëri ne njohim vetëm një atentat i kryer në këtë lloj forme dhe i përket atentatit të bosit krimit, le të themi, që mund të jetë Emiliano Shullasi, për ta nxjerrë dhe në tentativën për ta vrarë, nuk e nxirrnin dot, krijuan një alibi në rrugën e Kavajës për t'i plagosur shokun e tij të ngushtë, si ai dilte nga. Ai po thonë që këtu diku kanë dashur. Jo, e vetmja, po, dhe mundet kjo. Po e thoni ju se edhe kolegja, edhe ti po e thoni, po është një emër aty. Nise nuk, po emrat janë të vështirë për të nxjerrë, se ti ke në dyshime, është policia që duhet të nxjerrë. Por e njohur në këtë lloj forme është po kjo që e goditën
shokun e tij të ngushtë, sepse e di që vetëm për atë do të ikim atij momenti. Pra jemi në momentin që mund të jetë një njerëz. Vetëm në këtë lloj forme mund ta nxirrnin dikënd nga ajo ngjan thua ti me këtë. Ngjan. Edhe është e njohur midis grupeve, por minimalisht do t'i duheshin atë natë 15 apo 16 veta në dispozicion, sepse kur 6 janë vrasës fizik, mendohet pjesa tjetër që janë ata që gjurmojnë, janë ata që shohin shënjestrën, janë ata që kontrollojnë a ka apo jo patrulla policie, janë ata që verifikojnë kalimtarët e tjera dhe kemi të bëjmë me një grup të jashtëzakonshëm nëse ka ndodhur kështu. Lala, ke ndonjë gjë me këto që tha dhe kalojmë vetëm do të mbajmë vetëm. Jo, nuk kam. Dëgjoj, zoti Rakipi, ne kemi disa atentate që shënjestra është gatuar. Ka qenë rasti i banakieres Mimoza Paja, që është masakra e Don Boskos, por në Don Bosko është vrarë Erion Qela, i cili nuk kishte lidhje me asnjë sagë kriminale, ishte një nga tres tërësore. Ka qenë një atentat i ndodhur në janar të vitit 2023, domethënë ka qenë një histori që s'ka lidhje me këtë grup, po e tregoj. Dëgjoj, grupet kriminale shpesh përdorin manovra për të nxjerrë në prit shënjestrat. Për shembull, Nureddin Dumani, vrasësi i penduar i drejtësisë, deklaroi para pak ditësh në sallën e gjyqit që kishi marrë porosi për të vrarë Lulzim Mashën, për të vrarë të birin në fakt, por duke qenë se nuk arritëm të birin, shkuam në planin B për të vrarë babain me qëllim që djalit të vinte në varrim, pra ta nxirrim nga atje ku ishte fshehur. Çka do thotë që unë ndaj besoj fort që ngjarjet i shikoj të lidhura. Mund secili nga anëtarët e grupit kriminal ka qenë në shënjestër, këtë duhet ta sqaroj policia. Por ajo çfarë duhet të them dhe duhet ta theksoj ka të bëjë pikërisht me faktin që nga të gjitha verifikimet e kryera deri më tani nuk gjendet asnjë motiv i fortë që mund të qellohet mbi një fëmijë 11 vjeçar, sepse nëse do donin të merrin hak. Bardh Demiraj lëviz gjithë ditën i lirë nëpër Tiranë dhe ishte një objektiv lehtësisht i arritshëm. Ai lloj organizimi bëhet kur objektivi është shumë i pamundur për t'u arritur. Pra unë, si thon, shkrep pushkën diku që të dalë nga strofulla ai që nuk e kap dot. Dhe në këtë logjik, secili nga anëtarët e grupit nuk ti ta them. Edhe Bregu thatë një të ngje, ikim nga ky moment dhe kalojmë edhe një pyetje kam unë dhe ndahemi bashkë. SPAK shkallmon policinë rrugore. Ka goditur eksponentët... Në fakt, mendoj që... Po, SPAK ka goditur eksponentë të rëndësishëm policisë rrugore. Pse? Unë mendoj që në qoftë se SPAK e ka marrë seriozisht, në fakt nuk ka goditur policinë rrugore, po ka goditur një grup të strukturuar kriminal që prej kohësh funksionon brenda policisë rrugore. Dhe nuk e kam fjalën për rastin konkret, se ky është një rast që unë do ta shpjegoj. Po në policinë rrugore dhe në policinë e shtetit po funksionon grupe dhe segmente si banda kriminale. Për të ndalur tek rasti konkret, nesër shefi i qarkullimit rrugor të kryeqytetit bashkë me shefin e sektorit të aksidenteve dhe një oficer të policisë gjyqësore, pra Roven Zeka që është titullari me Sokol Novakun dhe Edison Tabakun, dyshohen sipas SPAK për veprën penale të korrupsionit. Në Tiranë një gruaja e një biznesmeni është përfshirë në një aksident me disa të plagosur, të gjithë personat kanë shkuar në spital, kanë marrë ndihmën mjekësore dhe sipas ligjit, gruaja që kishte shkaktuar aksidentin duhej automatikisht të arrestohej. Bashkëshorti i saj ka hyrë në tentativa përmes oficerit policisë gjyqësore Edison Tabaku, ka ofruar, pra ata i kanë kërkuar para shumën prej 2.000 eurosh dhe sipas SPAK-ut kjo shumë është dorëzuar tek zyrtarët e policisë rrugore dhe pas janë siguruar të gjitha provat të cilat kanë rënë në përgjim për shkak të një hetimi tjetër që kishte për korrupsion. Prokuroria e posaçme, për disa çështje të tjera, është bërë edhe ndalimi me iniciativë i shefit policisë rrugore Roven Zeka, i oficerit policisë gjyqësore dhe i shefit sektorit aksidenteve Novaku. Kontakte direkte kanë qenë fillimisht mes biznesmenit Ergest Vrioni dhe oficerit policisë gjyqësore dhe më pas ai del në përgjigje duke deklaruar se më duhen para edhe për shefat lartë. Por unë nuk ndalat, ky është rasti pak a shumë dhe historia në raport me shefin e qarkullimit dhe me zyrtarët e qarkullimit. Por besoj fort dhe po e them, nisur edhe nga disa ngjarje të cilat po mbulohen, siç është skandali i komisariatit numër 2, shkarkimi i gjithë zinxhirit, dhe ende sot nuk ka një përgjigje zyrtare. Mënyrën se si po menaxhohen dhe çfarë po ndodh me
verat në landfillin e Sharrës se si po Pra, nuk ka funksionohet asnjë si transparencë, bankë tani ju. kriminale. Se si po gjobiten ose po detyrohen biznesmen caktuar për të paguar para për lëvizjen e këtyre betoniereve në Tiranë e tjera me radhë, më bën fort të besoj që nuk jemi përpara, sigurisht nuk është gjithë policia e shtetit, por kemi një grup të strukturuar ose më saktë një celulë brenda policisë që po vepron në këtë mënyrë dhe që sigurisht s'pak duhet ta hetojmë me patjetër. Tani më pyesin që cili është biznesmeni buri i kësaj zonjës dhe pse s'arrestohet gruaja nëse ligji është thotë që ndalohet dhe kjo që Atëherë, gruaja është në kompetencë e një prokurorie tjetër, ndërkohë bashorti i saj është në hetim zyrtar. Pra gruaja e cila ka shkaktuar aksidentin është në hetim nga një institucion tjetër që është Prokuroria e Tiranës. Okej. Pastaj se çfarë do të veprojnë prokurorët është një çështje në vijim e sipër. Ja pse nuk është arrestuar. Lala, po, edhe Nuk është arrestuar sepse nuk janë kapur lekët në flagrancë. Pra, lutem. akuza, lekët nuk janë kapur në flagrancë. Është ndryshuar gjithçka mbi proces verbalin e aksidentit, por lekët nuk janë kapur. Ato janë kapur më vonë në banesat e shtëpive të tyre, janë kapur disa para, po jo detyrimisht mund t'i lidhin direkt me ngjarjen. Dhe në këtë rast, biznesmenin nuk ka mundësi që t'i ngrejë një akuzë pavarësisht se ai ka ndikuar ndikimi për të ndryshuar një proces verbal, nëse nuk ka para në mes fizike të marra, por ka vetëm një komunikim që mund t'jetë bërë një gjë e tillë, nuk mund ta ngrejë. Ajo që i çon në fakt shefat e policisë është fakti që në momentin që ata nuk kanë ngritur një masë, nuk kanë kërkuar një masë arresti ndaj gruas e cila ka shkaktuar aksidentin, në atë moment në spitalin ushtarak, sepse aksidenti ka ndodhur në Kamës, aty kanë qenë vetëm 1 plagosur rënd dhe 4 plagosur lehtë. Kur kanë shkuar në spital ushtarak, 4 kanë dalë nga spitali, por një prej tyre ka vazhduar të rri. Dhe në të gjitha rastet, kur një është në gjendje të pastabilizuar ende për shëndetin e tij, merret direkt masa e arrestit me burg. Pastaj e zgjidh gjykata 3 ditë më vonë se çfarë do bëj. Por OPG-ja duhet të arrestoj patjetër, duke qenë se dikush është në shtrim spitalor dhe i përket janë mjekët ata pastaj që në ekspertizën e tyre nxjerrin nëse si mund të ketë ardhur mënyra e aksidentit. Por në hetime, besoj që s'pak ka patur edhe një prej 3 të arrestuarve që ka një histori tjetër, kam pak a shumë, domethënë, në të kaluarën e tij në polici dhe kjo ka qenë ajo që i ka dërguar. Dhe arsyeja pse ai është në biznesmeni që i ka paguar parat, por nuk është kapur në mënyrë fiktive duke i dhënë këto para. Me çfarë kam arritur, domethënë, në 2 ishin pjesa që do merrte oficeri i policisë gjyqësore, por në përfundim të procedurave do të jepeshin edhe 3.000 euro të tjera, e cila e gjitha në total shkonte 5.000 si një aferë korrupsioni. Pavarësisht se asnjë prej 2 drejtuesve kryesor nuk është kapur duke marrë para. Por mjafton ajo kanë shpërdoruar duke ndryshuar proces verbalin e aksidentit. Lada, faleminderit. Kemi gjë të fundit? Faleminderit juve. Jo, jam Falenderoj shumë. Me gjitha. Faleminderit juve, emision të parë. Faleminderit. Pak fjalë Abilekaj dhe Mitro. Që është e vështirë të flasësh për to, sidomos për atë atentatin e fëmijëve, sepse nuk ka ndonjë shpjegim, ashtu që nuk mund të ketë komente politike mbi të. Po ajo që mund të themi, nga informacionet që kam unë, për shembull, është që pista e gruas Rohan Ibrahimit mund të mos jetë e vërtet. Dhe policia vetë sot e ka thënë, mund të mos jetë e vërtet për disa arsye, dhe për faktin se në përgjithësi atentatet mafioze i kursejnë gratë atyre që duan të vrasin. Kursejnë përgjithësi, me thënë drejtën. Për shumë atentati që bë në Greqi e kursejnë gruan, që ishte aty prezente. Dhe normalisht nuk ka arsye që të bëhet atentat ndaj gruas. Nuk ka ndonjë arsye thelbësore. Kështu që mendoj që ngatresat duhet të jenë një ngatres tjetër. Për shkak të makinës, por një ngatres tjetër, siç e njofton policia sot. Por që sigurt është që është një ngatres. Dhe në këto kushte nuk ke çfarë thua përveç se ti urosh shërim të shpejtë të djalit 11 vjeçar që në ditën e lindjes mori 2 plumba. Qartë. Një në shpatull, një në gjoks, nuk e di ku e mori.
Ne do presim të ketë zhvillime. Është viktime i politike koka thëngshin që nuk do t'jetë. Mitro? Ndjenja e parë që të krijohet kur dëgjon gjëra të tilla është ajo e pasigurisë. Duket sikur na kthen prapa në kohë në Shqipërinë e viteve 2000-2005, ku fokusi kryesor ishte përplasja mes bandave dhe krimit të organizuar. Në fakt, kryefjala akoma dhe sot mbas kaq vitesh, si për partnerë ndërkombëtar, ashtu dhe për organet ligjzbatuese është pikërisht lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe në fakt, ne që jetojmë në këtë vend, na duket sikur ka dy Shqipëri. Një Shqipëri e njerëzve të zakonshëm që përpiqen të ndërtojnë jetën e tyre dhe ekonomitë e tyre familjare në këtë vend, dhe një Shqipëri tjetër, ajo e bandave kriminale, zonave të influencës. Duhet kujtoj që vetë kryeministri lidhur me situatën e kriminalitetit në vend para disa muajsh, po dhe në fillim të këtij mandati qeverisës, tha se bandat duhet lajnë hesapet mes tyre, pra le të lajnë hesapet mes tyre. Dhe këtu... Më thënë ato i lajnë, po edhe nuk duhet ta thuash. Koka dëngshin, tha. Pra, e hapi rrugën hakmarrjes, do të thonë, vetgjyqësisë, jo ligjit. Dhe këtu nuk dim në fakt se cili është roli i shtetit dhe i organeve ligjzbatuese, përfshi policinë e shtetit, e cila është, si thua, institucioni kryesor që duhet ta luftojë krimin organizuar. Kalojmë një moment tjetër, kënë proces të ngjarje. Drejtori i Policisë Rrugore, për të shefin e Komisariatit të Policisë Rrugore. Ky është një nga njerëzit më të afërt të drejtorit të Policisë përgjithshmit. Drejtorit të tanishëm. Po, të Prodës. Po. Është njëri që Proda e ka marrë me vete kudo që ka qenë. E ka marrë në Elbasan, e ka marrë bile pa certifikat sigurie, e ka bërë shef Komisariat të Qarkullimit Rrugor. Dhe si rjedhim ka pasur përgjegjësi personale mbi të, sepse për të ka shkelur dhe rregullin që ka bërë pa certifikat sigurie shef komisariati. Dhe ngjarja që rëndon mbi të dhe fakti që ai tentoi të ikte spakut, të ikte drejtësisë, rëndon moralisht shumë mbi drejtorin e policisë. Drejtori i policisë nuk mund ta kalojë këtë gjë sikur s'ka ndodhur asgjë. Qartë. Njeriu më i besuar i tij që përveç se u emëruan në kundërshtim me rregullat, përveç se ka qenë gjithmonë i besuar i tij, akuzohet për korrupsion dhe tenton të ikë drejtësisë me vrap në kejse kriminale. Ne jemi duke ikur nga ky moment me dy fjali. Dy fjali vetëm të cilat lidhen edhe me përgjegjësinë shtetërore. Shiko, qarku lesh mund të ketë në dekadën e fundit më shumë se 100 vrasje ku asnjë nuk është gjetur. Asnjë autor. Asnjë autor në këtë vrasje. Po, u gjet vetëm kjo e Nikulajt që ishte një rastësi. Ja japim atë që atë vlerë, atë e zgjidhi si vrasje me njerë, sepse kishte një kompleks vilash rreth e rrotull dhe kishte shumë, por dhe vrasësi ishte portugez, se po t'ishte shqiptar kam përshtypjen që edhe aty do kishin qetë. Dhe gjithmonë prokuroria e Lezhës, prokuroria e Kurbinit dhe si qark edhe gjykatat aty kanë një problematik shumë të madhe në të gjithë hetin. Dhe çudia më e madhe është që fiks Ministri i Drejtësisë është i deleguar i majorancës në këtë qark. Por prokuroria dhe gjykata aty. Çfarë është parandalimi? Se ndonjëherë parandalimin e themi të hulumtoj policia të dalë. Jo, parandalimi është arrestimi dhe dënimi. Nuk ka parandalim tjetër. Kalojmë një moment tjetër. Okej, atëre kalojmë një moment tjetër shumë të rëndësishëm, mendoj unë. Ka nisur hetimi i thelluar i bankave. Autoriteti i konkurrencës ka nisur hetim të thelluar për shumicën e bankave të nivelit 2 dhe disa institucione financiare. Për çfarë bëhet fjalë? Çfarë lloj hetimi është? Përpara se ti përgjigjem pyetjes tuaj, do doja që të thoja që si në ekonomi, si në krim, si kudo, në çdo fushë, ne jemi shumë larg pasaportës europiane që premton kryeministri. Dhe nga ato që dëgjova, edhe nga paneli, edhe nga kolegja Klodiana Lala, ky ishte konstatimi më me vend. Dhe po ta krahasosh edhe në fushën e ekonomisë, sigurisht që jemi shumë larg pasaportës europiane dhe vendeve të Europës që mund të jenë shumë afër gjeografikisht, por
Duke qenë ekspert e këtij lloji ti je okay, po ne nuk e marrim vesh mirë këtë gjë nga që Ky konkluzion më doli sepse isha duke parë tarifat e bankave që aplikojnë në Shqipëri, pra banka me kapital të vendeve të Bashkimit Evropian që kanë deg edhe në Shqipëri, me tarifat që aplikojnë ato në vendet ku operojnë. Janë tërësisht në Shqipëri 2 deri në 3 herë më të larta krahasuar me ato ande. Edhe sa i takon edhe praktikave tregtare, edhe çmimeve të importuesve të naftës kudo, vetëm Shqipëria nuk është Europë, ndërkohë që të njëjtat kompani në vende ku operojnë dhe janë vende të Bashkimit Evropian, sillen si europian. Ky është realiteti shqiptar. Sa i takon çështjes së hetimit të thelluar që ka nisur Autoriteti i Konkurrencës. Një vit më parë është bërë një hetim paraprak në tregun e sigurimeve të jetës, pas një ankese që është depozituar në Autoritetin e Konkurrencës dhe së fundi, një javë më parë, Autoriteti i Konkurrencës ka marrë vendimin që të nisë hetimin e thelluar për shumicën e bankave të nivelit të dytë edhe disa institucione financiare. Tani, të them fillimisht lajmin e mirë apo lajmin e keq të këtij hetimi? Të dy thuaj. Po këtë të them Thuaj të keqi në fillim që pastaj kur thuaj një të mirë, harohet i keqi. Po të mirin që të ëmbëlsohemi në fillim. Po jo mos ëmbëlso se pastaj i dhërohesh edhe I keqi është pak kritik se si është nisur hetimi. Thuaj këtë duhesh. Atëherë, hetimi është nisur në bazë të një kompanie e cila ofron policën e sigurimit të jetës, të cilës tregu bankar i ka lënë shumë pak përqindje krahasuar me kompanitë e tjera. Pra, Autoriteti i Konkurrencës, për të nisur këtë hetim të thelluar në tregun bankar, i cili ka vite që abuzon me pozitën që ka me klientët të cilët kanë marrë një kredi, nuk e ka nisur për shkak të interesit të qytetarëve, por e ka nisur për shkak të interesit të një kompanie. Tani, çfarë bëjnë bankat lidhur me trajtimin e klientit me policat e sigurimit? Çdo kush që shkon dhe merr një kredi është i detyruar që të presë siguracionin e jetës dhe siguracionin e pronës, në momentin që nuk merr kredi konsumatore, po merr një kredi hipotekore, ku dhe lihet kolateral, siç është kredia për shtëpi apo kredia për biznes. Është i detyruar që një herë në vit të pres policën e sigurimit. Në momentin që vjen data për të prerë policën e sigurimit, banka e pret vetë të policë sigurimi dhe ja ofron klientit dhe i thotë kjo është fatura që ju duhet të paguani. Mua më ka ndodhur personalisht, për duke qenë se unë e di, unë i kam thënë bankës që unë nuk e paguaj këtë policë sigurimi, por unë do të sjell policën e sigurimit të prerë vetë te një listë kompanish që ju ma vini në dispozicion, te cila keni besim, edhe kjo është një tjetër çështje që duhet trajtuar, sepse riskun nëse vdes unë larg qoftë dhe nuk e paguaj unë kredin, shtëpinë time nuk e trashëgon trashëgimtari im dhe e kam unë riskun, kështu që unë duhet ta zgjedh kompaninë, nuk duhet të ma zgjedh banka. Banka mbajnë 25%. Dhe tregu vetëm Po sa ky siguracion? Siguracioni një prone, se nuk ka nisur tek siguracioni pronave, që ta kuptojmë hetimin. Po te siguracioni jetës. Siguracioni jetës varet në bazë të moshës, po një mesatar mund të jetë në nivelin 50 deri në 100 euro për një person. Tani, i gjithë tregu që arkëton banka përmes sigurimit është 16 milion euro në vit. Për llogaritjet fitimi i bankave në këtë rast është 16 milion euro në vit u merren klientëve të bankave nga siguracioni i jetës. Nga këto, bankat si broker sigurimi mbajnë 25%. Pra 4 milion euro janë fitimi bankave. Këto 4 milion euro duhet të ishin te qytetarët. Mbase mund të duket një shifër e vogël nëse thua nëse janë 100.000 klientë, 4 milion euro, janë 25 euro, janë 30 euro. Po 30 euro te nafta, 30 euro te siguracioni, kaq te taksat, kaq te fatura e ujit, kaq te kjo, kaq te ajo, dhe të del një pension, të del një pagë për një familje. Kështu vidhen shqiptarët. Çështja është që banka nuk e tregon këtë gjë te klienti, që ju duhet që ta paguani, ta prisni policën e sigurimit dhe të ma jepni mua. Po një treg, akoma dhe më i madh është siguracioni i pronës, dhe me çmimet e pronave që kanë shkuar sot, një siguracion prone shkon 150 deri në 200 euro. Edhe këtu fiton 25% banka si agent dhe broker sigurimi. Ndaj, unë kam një pyetje edhe për institucionet. Si ka mundësi që nuk shikojnë abuzimin me pozitën dominuese
dhe marrëdhënie tregtare që banka ka me klientin, por vetëm me shoqëritë e sigurimit. Dhe autoriteti i konkurrencës ka një rol shumë të madh për luftën e monopoleve, oligopoleve, qoftë edhe kontratave koncesionare. Autoriteti i konkurrencës duhet të pyetet përpara se të jepet një kontratë koncesionare nëse prish rregullat e tregut. Jemi okay këtu, po. Por autoriteti i konkurrencës Ky autoritet konkurrence ka autoritet. në rastet e tjera nuk e ka, thuati. Për shembull, për komisionet dhe penalitetet e larta që vendosin, po për komisionet për shembull, autoriteti i konkurrencës nuk ndryrin. Të komisionet gjatë të merma. Më shumë se britanikët, më shumë se amerikanët. Kemi folur ato. Tek çështja e komisioneve është më shumë çështja e praktikave tregtare dhe e sensibilizimit që duhet të bëjnë qytetarët dhe mediat. Pse e them këtë? Sepse ligji për konkurrencën sheh abuzimin me pozitën dominuese, caktimin e çmimeve, ndërkohë që çmimet e komisioneve janë të variueshme nga banka në bankë dhe po ashtu shikon edhe praktika të tjera tregtare nëse 4 bankat kryesore në vend që kanë shumicën e tregut, ato kanë një sjellje të njëjtë sa i takon komisioneve me klientët edhe udhëheqin dhe ato tregun. Është pak më e vështirë pra ky formimi i marrëveshjeve kartel që quhen ndryshe në gjuhën teknike. Kjo është mbrojtje konsumatorëve. Por, ajo që duhet të veprojë në rastin e komisioneve është Banka e Shqipërisë. Pse? Sepse komisionet janë një detyrim ligjor si për klientin, qytetarin, pra në të gjithë pagesat me ligj, pagën, pagesat për institucionet publike, pagesat e taksave, ne duhet i bëjmë përmes bankës, pra mua më detyron ligji që të shkoj në bankë. Atëherë, përse unë duhet të paguaj për këtë? Po mirë, në rregull unë duhet paguaj sepse banka ka një kosto, por kjo tarif duhet të mbuloj vetëm kostot. E di çfarë ndodh ylli me çështjen e tarifave? Bankat fitojnë dhe nuk fitojnë 10%, as 15%, fitojnë 2 fish. Shpenzimet mesatare të një banke, se kam kalkuluar sipas bilanceve të vitit 2023 të dorëzuara nga 11 bankat në Shqipëri, fitimet mesatare të një banke janë 1.7 herë krahasuar me kostot mesatare për dhënien e shërbimeve të komisioneve dhe shërbimeve bankare të tjera. Gjatë vitit 2023, të ardhura jo nga interesi që janë kursi i këmbimit, se edhe kursin e këmbimit e mbajnë shumë herë, vetëm 2-3 banka janë që e mbajnë afër nivelit që ka Banka e Shqipërisë apo kompanitë e tjera të exchange-it. Dhe nga siguracionet, fitimi neto për të 11 bankat është 110 milion euro për vitin 2024. Ndërkohë që fitimet nga gjoba dhe komisionet të arkëtueshme janë 120 milion euro. Pra, 1/3 e fitimit, se një vit më parë bankat e nivelit të dytë në Shqipëri të 11 bankat arritën të akumulojnë një fitim në nivelin e 373 milion eurove, nuk është fitimi pakët ky, pra mesatarisht 37 milion euro për bank, 1/3 e këtij fitimi vjen nga gjobat dhe komisionet. Kur gjobat nuk duhet të jenë objekt fitimi, por duhet që të sensibilizojnë konsumatorin apo klientin e bankës, kredimarsin, që ta paguajnë kredi në rregull dhe komisionet duhet t'i afrohen kostot që sa e ketë ti për të bërë shërbimin, plus që mban edhe një fi, një marsh të vogël fitimi. Por jo të jetë abuziv fitimi 2 deri në 3 herë më i lartë se sa ti e ke koston e dhënies së këtij shërbimi. Okej. Nëse mund të shtoj diçka. Po, patjetër. Dihet që Shqipëria tani po përjeton një ecuri të mirë të turizmit vitet e fundit dhe shumë nga turistët dhe operatorët turistik që vinë në Shqipëri ose dërgojnë grupe në Shqipëri kanë patur si kërkesë kryesore pikërisht kalimin e parave në rrugë bankare. Mirë po shumë operatorë në Shqipëri kanë refuzuar, pra i kanë kërkuar parat kesh pikërisht për këtë gjë, sepse nuk donin që parat kalonin në llogaritë e tyre bankare për shkak të normave të larta të komisioneve bankare dhe jemi në një situatë që Shqipëria është akoma mes paras kesh dhe jemi në mesjet me turizmin. Për të shtuar, nuk është vetëm kjo problematik me çështjen e turizmit, po bankomat nuk ka kudo. Një pjesë e madhe e bankomatëve nuk është se punon. Komisionet për nxjerrjen e paras kesh
se në Shqipëri shumica e produkteve që blihen apo pagesave që bëhen në restorante dhe dyqane, sidomos në zona turistike bëhet në kesh, janë shumë të larta. Janë 7, madje deri në 15 euro. Ishte një situatë qesharake ku një turist tërhoqi 10 euro dhe komisioni ishte 15 euro. A jemi gati me Vrenozin? Po ashtu edhe pagesat me POS, mbajnë përqindje të larta, dhe nuk kemi fare infrastruktur për turistët, për të mos thënë me qindra raste që raportohen, kur bankomati i mban kartat e turistëve, për shkak se nuk kanë investuar në sisteme për t'i njohur këto karta dhe për t'i lexuar, dhe turistët ngelen më pas me duar në xhepa, nuk kanë se si të kalojnë pushimet në Shqipëri. Janë të gjitha problematika ku bankat nuk investojnë, por vetëm shohin se si të fitojnë. Si pjesë të fundit të bankat, po. Vetëm një fjali, unë e kam një kredi për banesën që kam. Marë të madhe. Dhe e di që çdo 23, o e di datën, çdo 23 korrik, banka thot, ke dhe këto 330.000 lekët për të paguar. Kjo sigurimi. Kjo siguracioni. Unë se di qa firme është, sinqerisht. Se ke marrë vesh? Ku di unë? Di që 330.000 lekë pagoj. Mirë, po unë kam... Kjo firmë mund t'ja po pingat e shërës? Kam një logjik tjetër për bankat. Unë jam nga ata që kur bje banka këse i faqen tjetër se s'kam qaj bëj. 66 euro i merë banka si agent që ta jep ty këtë faturë. Po ta bëje vetë, 66 euro do t'i kishe në xhep ti sot. Nëse ke 10 vjetë që paguan këtë shumë për siguracione, 660 euro do t'i kishe sot në xhep. Do moment që qëllon banka unë këse i faqen tjetër se s'kam qaj bëj, nuk merem dot, do më thënë. është muri madhë. Bregu do kredini shkreti dhe kaqës. Qëtë bëj, Do kredin dhe paguan dhe këta. Duhet që ta kundërshtosh. Kjo është si gjobë, se kjo s'ju e tash. Që ta kundërshtojnë? Pra, bankat edhe mund ta heqin këtë gjobë. është fjalla tani, që ti bëjmë thirrje që banka... ta heqin bote. Sikur ta heqin këtë gjobë. Banka e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë, Banka. Pronari tashuni bankës Shqipërisë. Do e mbyllësh të sistema, apo të them edhe diçka tjetër? Po jo, për shumë shpejt se... Mirë, nëse... Jemi në limite. Nëse nuk kemi kohë, po të shohim tregu i sigurimeve të jetës, se në Shqipëri nuk është se ka patur ndonjë lulëzim të tregut të jetës për shkak të sensibilizimit të qytetarëve. Shumica është e orientuar te tregu i kredive, ku bankat i detyrojnë këta konsumatorët që të presin një siguracion jete, është dyfishuar në 4 vitet e fundit dhe në total 5 vitet e fundit kemi paguar 66 milion euro përmes bankave për sigurimet e jetës. Është një shifër shumë e lartë kjo. Ndërkohë që kompanitë e siguracioneve disa kanë kthyer vetëm 8.4 milion euro. Se pagova dhe siguracionin se mos i bie tërmetur. Pjesa tjetër është fitim. Dhe të gjithë mbajnë çmime të fiksuara, sepse banka thotë, kam lidhur marrëveshje me Yllin, Olën, Nardin dhe i them erdhi radha këtij, kaq që ke siguracionin, kaq që ke. Okej. Procesi është ky tani, bankat po duan mund ta heqin këtë gjobë, se mjaft fitojnë, si sportele punojnë ato. Po bankat nuk e heqin. Marrin paratë. Po ta hoqi guvernatori, s'kan ça heqin. Marrin paratë popullatës, i marrin dhe i përdorin si sportele, i përdorin punët e tyre, kupton? Dhe këto punët e përqindjeve, këto i kanë, bëjnë si të dojë qefi. Të bangat më dha i qonë jashtë, pile. Atere, kemi dhe një pikë për të ikur pastaj, po te kjo pikë ne përshkojmë pak në politikë, pak në jo politikë, për të shkuar pastaj dhe pjesë e dytë në politikë, ku Arlind Qori dhe bashkëpunëtori veti ngushtë do të shpjegojnë gjëra gjatë se çfarë ata janë duke bërë. Pra, kemi tani Vrenozi, se është një ngjarje, se ngjarjet janë shumë interesante në vendin tonë. Në atë dheun tonë ndodhin gjëra shumë të çuditshme. Befas kthen një ngjarje ose në është bërë modi që edhe ne që jemi gazetarë, tërë jetën ndodhin gjëra të cilat nuk i besojmë që janë ngjarje. Pastaj befas ato kthehen në ngjarje. Ola. Bën ngjarje. Po kjo në të vërtetë ishte ngjarje. Atëre, ministri kërkon Vrenozin, më ndihmoni, ja ku e kam. Tërë jetën të kam thënë njëherë në studia. Tërë jetën punon, ke punuar, po deti kos të bëhet për ty nuk vjen një gjë e mirë. Ti s'ka lugë. Edhe po bë deti, po bë gjithë deti kos, ti mbetesh pa lugë. Të gjithë kanë lugë, garush dhe kanë marrë, kanë rëmbyer, çka kanë dashur, ti pa ashtu. Nuk kam fat, më dëgjoj tani. Nuk e fat, më duket te aparati që ke përpara, bravo. Duhet ulesh pak se
ti ikën pjesë e ballit, 1/3 e ballit, Okej. bashkë me tullën të largohet. Më dëgjoj Tani pak je në tash. rregull. Tani, Një hym sekond. direkt në temë. Një sekundë se si Xheu. Të lutem një sekundë se jam pak me nerva, sepse para pak minuta, se ke bezit të them një fjalë, se Batona Xhiu ka thënë, Batona Xhiu ynë. Se ke problem të dhe. Analisti Batona Xhiu, po. Çfarë tha? Batona Xhiu i tha qim Pekës, çfarë përfaqëston Ili Vrenozi? Çfarë përfaqëston, çfarë është në jetën politike? Çfarë është në jetë tani ky njeri të më thot mua, merret me Vrenozi, nuk merret me Ramën, se Rama më mori mua në telefon. I them Batona Xhiut, unë jam njeri i thjeshtë, jam demokrat, jam popull demokrat, nuk jam si Batona Xhiu, një servil dhe një lëpirë si i Po ja, se Diramës. nuk e kemi këtu tani, mos e the, jo, nuk lejohet. Unë do të thres një tjetër ty që të edhe batonin që se do të flasë, palese tani, e kemi, e thes, se nuk na vjen më këtu tani, se ti po mo dëndzora unë, disa herë, dhe the, për batonin, për Antonin stua se hajde, se kë nuk është i mengjër, nuk është i mengjër të Antoni dhe nuk thua për këte, po më hyre mua këtu ti dhe fole për 4-5 veta, mos më vjen njeri. Tani të kalojmë direkt në temë. Direkt në temë. Dakor. Po unë të thres, mos e qeko. Po Batoni tani, dakor. ishte njeri i rëndësishëm tani, se ti. Po lere tani. Ishte e shtunë dhe unë isha duke pir kafe në mëngjesit, më bie telefoni, më met Niko Peleshi. I li qarë po ben, a zej, thash pori, na folin që këti miku tim, tha. Niko Peleshi i Korçës, Miku po. tim, mora telefonin, alo, mirë mëngjes Vrenos, mbeta unë shastisa, thash, Ti nuk shastisës asë njerë, po, tani këshu po e tregon. ore u shastisa se mendonja unë tani të më të telefonit i Ramën. Unë kam 12 vjetë të resht që e shaj e Tiramën me libër shpije dhe ajo tani mua me në telefon si shok, si ku s'ka ndodhur asgjë. Sepse ajo do të novela Ti se ke vënë re që e drama dita bëj këte më mirë nga... me Lul Bashën dhe ajo do të ashim Më mirë nga të gjithë njerëzit në Ballkan. Po unë i thash sot stop videove me Ili Vrenozin, sepse unë nuk jam as Lul Basha, as unë jam njeri i thjeshtë. Tani hyri zeri, fal minut, erdi hyri zeri i dramës. Hyri në veshin tëndë. U shështis. Qa mendove në të momenti? Se tani edhe kryeministri i vendit, se tani nuk po flasim. Hyri zeri ti. O jo, unë, dakor, po pëmishi jemi më normal. Premishë. Por, Ndjeve një tronditje një tani se kryeministri. Kur më tha që jam në Pogradec, edhe për gjysmore një orë, vi në Korçë dhe të pi një kafe, pa pranin e kamera një kafe private, tani e imaginon do të ylli që ti të kesh një njeri që nuk e ke sharë 12 vitë resht, edhe të teftoj për kafe mos do të Po, ylli. a i e bën këtë punë? Jo, nuk ka, i tha dhe jam sënë simpatizant i videove të tua. Edhe të ka thënë edhe për vitet. Tani ajo është simpatizanti i videove të mia, kur unë i them gruan futa keshe, po tani si e simpatizant i videove të mia. Jo. Atere këtu do ndërpresim. Ja, ti i ke thënë të qëmë të pesa. Rama tha që ti... Jo, të lutem, pa nuk e vazhdojmë. Tani, aji ka një foto me Ili Vrenozin, Rama vetë... edhe pastaj ishte piva një kafe me Vrenozin... Nuk jam mbyll derën kryeministrit, ta Rama. Po jo tani, mos bëj kështu, prit një minutë. Nuk jam mbyll derën kryeministrit... Se me si të gjojsh mua. Po, regulonin që i zërin tim, ju lutem. Rama ka deklaruar dhe ka thënë që ti ke thënë që nuk jam mbyll derën kryeministrit, por nuk e kam shtëpinë në gjendje të mirë. Pastaj... Po. Pastaj, Vrenos, pritani. Tani, Niko Peleshin, se Niko Peleshi është ministri Ramës, si ka mundësi që e ke mik ti tani, që të merë ty? Dhe me Niko Peleshi thot që ka biseduar shpesh me ty. O ylli, po unë e kam e numrin e djallë, me kam tër numrat mos. Tër numrat e deputetve, Ore, nuk të themi jo tani. Po mos bëre gabim, o zotri. Se... Qarë gabim? Po ja tani aty ku ke mbetur ti, aty të gjithë kanë tratuar, pastaj kthehen prapë për shembull, i ke parti një pjesë të këta të deputetëve këta. Gjithë me Nikon janë ata, edhe PD-ja me Nikon është të duket. Edhe PD-ja mo. Si është me Nikon? Si me Nikon janë afër mirë. Si me Nikon janë edhe PD-ja.
Erdhen tani me doktorin që të benojnë deputet në nje. Pak më përpara e shanë. Këtu vetëm ty nuk po të zë... Rama. Nuk po, jo më këtë zë Rama, po... Niko. Nuk po shikon dhe punët e tua, mos e ke gabim, o Vrenos. Ore, mos e gabim në këtë histori. Se doktori tani ajo kapela i ka mbetur, ata janë këtyr t'i marrin deputetin e të gjitha. Mos duhet ishe përgjigjur mirë ti këti. Se tani fillon dhe sharje dhe gjera këtu. Dhe mirë, pastaj të ndryrin dhe batoni, pastaj se... Të lutem shumë. Dëgjoj, unë jam shumë mirë në të ranaja dhe në fasullet e mia, vllai. Nuk dua qetësinë time, dua që ta ve kokën në orën 10 më darkë këtu, pa as Vrenosi i varfër është, pa as nuk shitet, as nuk blihet. Do thua shti i leri më këto, se aju që nuk më blihet me pak leka, blihet me shumë leka. Vrenosi është që nuk ka lidhje fare me kompromise, me gjera, unë jam gjithmonë, pra ne jam kjo që jam, unë jam me 2-6 po fizi, unë jam si muzeu e Mberozës tu në shpi, se po t'isha se vile... Po Vrenos, tani pyetja ime është tu, zotri, pyetja tjetër tani. Më thuaj. Ke gjithë jetën Vrenos që lufton për Partinë Demokratike? Pse i ke varur shpresat e kjo parti, vallë? Jam i djathë, ylli, jam mi beu, jam i shpronar, vla. Po ke marrë që prona gjithi? Kam, po, Ilir Vrenosi është pronar në ligjat e Benjës, ore. Po ku? Në ligjat e Benjës në përmet. Në ligjat, ore. Po që lidhe kemë përmetin tani nga Korça, o zëtu, se po në të regon jam ka përmeti unë se s'tjep njeri ligja ty, o doktor, Nga përmeti. Nga përmeti, po. jam ka përmeti, ylli, shiko, yrë, dhe fisi Ore, unë me ty jam, po pse s'ti japin ligja tani ty? Doktori që ke dashuruar, nuk të këthente do të një ligjë ty një gje. Ore, po në imanin, po ndërtojnë aty në ligja, ore, po ndërtojnë Rama në ligja, ore. Po ndërtojnë në tokën tonë, ore. Edhe s'na pjek njëri iqë. Kam 600, kemi 600 hektarë si fisi Vrenosi. 600 hektarë në ligjat, për shpirë të nenës. Ore, zotri, 600 hektarë ke ti tani ke pranuar ligjin e sa... O, zotri, ti shkon lufton për Sali Berishën që bëri ligjin dhe i ndau pronat të kalen këtë katën këtë si pronar tani. O, Vrenos, a jenë në regull, më dha. Ore, thiri mendjes për vete se... Në Sali, është i djathë. është i djathë, të e spjegoj me të djathën. Po me të djathën ke marrë se... Po nuk... Ore, unë jam i djathë, vla. Saliu ka qenë ish komunist, unë s'jam ish komunist, unë jam i djathë. Pasaj u pe demokratë. Këto partit e reja, Vrenos, tani me Ramën e shduke momentin, të vjen me kjo, se jo njerë, ka raste njeriu në fat, prit. Në jetën e vetë njeriu ka raste Vrenos, i vjen e mira nder, këtu, prit o zotri tani, këtu të vjen e mira nder, kur nuk e kupton. Lulbasi erdi e mira në vitet tëra. Pam, pra e mira aty. Ishtë rasti rralla, Jo me dhe këti, zhjet gjatë ndote pas telefonit, mo e. Lulli ikte dhe vati i shkondër. Këtu, Vrenos, këtu pjesës dërmuse, Vrenos, pjesës dërmuse të njerëzve, këtu ka ardhur e mira nder në mënyrën më të papritur të mundshme. Si jo ty të bie ai të bie në Peleshi, dhe ti nuk... Rama se Peleshi ka marrë se... Peleshin fillim se Peleshin da e ka mik. Peleshin e ke mik. Tani ti, Peleshin mik, po be edhe këte 5 ditë që të marrësh ligjat. Se ty të ka... Ligjat i ikën, po pritë mo zotri. O, nuk e kam mik Peleshin, vla. Peleshi, edhe Peleshin, dëgjo mua një sekund. Peleshin edhe Sotiraqin, kemi lidhje me Skënderbeun, sepse kemi pan deshit e Skënderbeut, kur ishte Skënderbeu mirë. S'ka lidhje me politikën fare. Por ata të ty, sa e më shojnë mua, dhe sa e përbalemi më përshëndetin. Kaq, s'kam gjë lidhje tjetër. Më shkruajnë tani, Vrenos, gjithë po të shikojnë. Është abje madhe të gjithë të shikojnë të ndjekin tani, se ti je nga personazhet më të rëndësishëm të jetës këtij vendi, ore. Kështu si zhvillohet jeta këtu, në këtë vend, ti je zhvilluar, ti je mjeshtër për ta zhvilluar dhe ti, por ti ke një problem. Ti i bie të mirës, o Vrenos, i bie të mirës me kemë më zëtë.
Ylli, thoi Ramës të lutem vrenozi lere taj fasule dhe të ra nase atë mendje ka. Ja i po t'gjon tani, po me këto do në t'gjojt e kjo. Ose të gjo. Ose të gjo. Mira, ai fasule. Thoi të më regulloj ato pronat. Ti shes ato pronat e në regull jam unë. Të bëj një pyetje unë të pa. Ja ti bëj një pyetje, Çfarë problemi shikoje ti të pije një kafe me Edi Ramën? Çfarë problemi ka? Se pish një kafe, mund shkëmbesh mendimet kundërta dhe të largohesh se inferiori e treguar në këtë rast. O vlla, po unë të nuk të menë që të bre, vlla. Do vinja të pija një kafe unë me atë, do beshe një foto, edhe Edi Rama do ta ite në Facebook, po pi një kafe me Eli Venozin. Edhe pastaj të gjithë të djatët do thënë që do më masakronin. U shit, u ble, ti i di shumë mirë këto gjëra tani. Se nuk jemi në vend demokratik, e pi kafe me Edi Ramën unore. Po mos që kjo, mos që fusata, para një viti, e pi edhe ja them ato mendime që kam. Po nuk që momenti që unë të vinja të pinja kafe. Nuk e besu që Rama nuk abuzon. Ore Rama, tani, me qka pire, qka njërë me këta të tjerët, ti kishe të erdi fatin derë dhe i kërën me shkelm, se as njeris do t'i binde me shkelm. Pranon t'i kërën vetëm kafe? Po kjo puna tënde, kafe në pinja, ty ti dhe iknje me respekti, to që zotri, faleminderit shumë, a i s'do të kërkone Unë s'kuptoj një gjë, biznesmeni, pasi e mbylli me Ramën, biznesmeni përse e mori, se kuptovon. Se kush biznesmen? Ka marrë biznesmen? Ka marrë Edi Ramës biznesmen? më mori qis bluta. Kush që ka marrë? Pas Edi Ramës qis bluta. Unë s'kam qenë që Pas një minute. Gjergj Luca. Luca i merë shumë njerëse, Luca flet me shumë njerëse dhe me mua ka folur e gjithë. Lucën e njefti, apo jo? Jo me jo, Gjergj Luca më mori, edhe më tha i lirë të kam qef, jam simpatizant i videove të tërë, ta janë simpatizant e videove të mija. Ja, të dash. Ka një shokun tim, Se dhe Luca për nga këto që pëndimo. A këto që Poli pëndi. pak ka një shokun tim, edhe më nëzori në telefon Syqin, i lirë të Malirajn. Po Syqi pse ju në këtu tani, se kuptoj? Rime Po jo, në kohës e fundit. më nëzori Gjergj Luca në telefon. E po miro tani se tani Syqi... Edhe Syqi flet me gjithë ne gjithë, ti eqim këto tani hajde. Është interesantë të dima e ka marrë doktori në bas komunikimit me Ramën dhe qëfar i ka thënë. Doktori të mori gje? Jo. Po ty kështë të pyet ka njeri fare këte, kodë në inge këte pase. Nesë jam e doktori. Asë një autoriteti i Partisë Demokratike nuk të mori. Nesër doktori Se ti i bie, o i liri, bie që pas ke bërë gjithë të luft kotë, mo zotri. Se ty atë mori njeri nga Partia Demokratike. Se ja e bën pyetjen shumë mirë Mitrua. Mitrua, po më thotë mua, pyet e thotë... Po më morën deputete, po më morën... Të morën këta deputete këta, doktori jo. Po doktori me të kapel që ka dhëndani, nuk të merë me sa të eqë kapel në Trumpit. Me doktori, po të tem nesër. Nesër vi në Korç, doktori. Kush? Doktori vje nesër në Korç. Mos ka në takim nesër. Vje nesër. Takon nesër. Po takoj nesër, futi një takim doktori ti. Edhe nga i nati se bëre me këte, futi një takim. Me atë po e pi kapel. Se tani si krip do mbet e shtëri jetën, po futi të pakten... Krip e zdalit. Edhe Drenos, se do ikim tani se kemi Arlind Qorin dhe me që kemi dhe Arlind Qorin, që do të futim tani me njerë, ti, a mund të më spjeg, këto partiteria që mendim këti të pyetje fundit edhe, se po pate mendimin e doktorit dhe ti... Mos më ngatron mua me këto partiteria, e di pse, sepse e di unë se më ngacmon ti, po tashi, unë jam që unë isha për bashkim të gjithë e djata. Ti dhe ku beri doktori, nuk u afruan tani qatë të themu. Nuk u afruan, thoti. Të bashkoshi të gjithë. Për Luli Bashën, qa mendimi ke? Për Luli Bashën? Përveç këtë? Ta që Luli Basha baroj politikisht edhe fillovi bende kargjostreqe me Edi Ramën. Luli Basha është... Ja kam shkrojtur më në shtator, kur përjashtovi i Berishën, i kam shkrojtur në WhatsApp. Luli Basha vdiqe politikisht. A ju nuk e kuptovi, po në kuptosh unë. Dëgjoj tani, Ilir. Po. Tani fushat elektorale është kjo. Ti tani ke vendosur për ato të mbash groshin, të hash groshin vëlla e këto. Edhe kjo nuk është modeli keq, e kupton? Modeli mirë është. Është normale ta bëjë dhe këtë gjë njeriu. Po shumë njerëz në botën që jetojmë, bëjmë përpjekje për ta parë dhe më ndryshe jetën.
kur të afrohet rasti, edhe mund të kapësh. Se për shemë, po ta kishin këta që janë bërë kandidat të PD-s, po ta kishin këtë rast, të kalonin tani, nga kandidat kalonin këtu. Me një... Po... Sa u bënë, shumë, ca kaluan. Ca kaluan, thotë Ambelikaj. Ti mbete këshu. I pasë të dori. Ku e di unë tani, po unë kod nuk të kam thënë atë që deti kos të bëhet ti, zinët lukse. Bjeri kësaj, se gjendja... Do shta dekoron Partia Demokratike, si qëndrestar. Ti mund të marrë një dekorat qëndrestari, thotë Mitra, dhe që është mirë atere. Në 11 maj, Ylli Rakipi, unë e di që është shumë e vështirë, e di dhe që si e mendon ti, e si e mendojnë të gjithë. Por, na mori dhe njerë mo Ylli Rakipi. Po kemi 12 vit, edhe po të qe Berisha në pushtet, unë do votoj një kundër në qoftë se do rritë më shumë se 8 vit. Për shpirt të nënës. Jo, mo a ikën vetë, a i mund të rritë edhe 18 vjetë, mo he. Po a i vjen bën një gjë që i ikën vetë pastaj. Nuk është se e që njeri për Berishën, mo. Se e që dot, po a i ikën vetë. Se e që dot, njeri se e që dot, ikën vetë a i. Bën një gjë të ty, bën të madhe dhe ikën. Hajde i lirë se janë të thellu... Shiko, ti përpikesh... Shiko, ke filluar të përpikesh të thellohesh shumë. Ka 12 vite dhe 4-16 vite. Sa më shumë të thellohesh, Ilir, sa më shumë të thellohesh, aq më keq është. Ri më mirë si që bëjnë të gjithë këta, se sa thellimin e madh që bën, mendimin e gjatë. Nuk të ka rënë kot Peleshi. E ke djegur. Hajde tani. Nuk ka të me. Faleminderit shumë. Okej. Faleminderit shumë, që ndryre. Dhe Batoni ka thënë një fjallë këshu, mos jam erdhe për shumë këshu. Takoj, pire një kafe me Batoni. Me Batoni do të marrë unë për si për të pish një kafe. Dëgjoj mua. Jo. Se Batoni nuk t'jep gje, dhe sikur të uresh në kafe, mo. As nuk të merë, as nuk t'jep. S'ka as podcast. Podcast nuk ka, mos qeko. Ajde miru pafshim, faleminderit shumë, se po vjen Arlindi. Faleminderit. Adë respekte. Miru pafshim, faleminderit. Tani të ndërruar të shikues ngjarjet që thamë të aktualitetit, të përzira janë, si që janë të përzira bandat, si që thamë, që jetojnë bashkë me njërin në zakonshëm, nuk janë poshtë në tokë, po janë bitokë të gjithë, bankat, që janë mes neshe të gjitha, të vënë dhe një gjobë, që e paguan edhe... Jo gjobë, ajo vënë siguracion. Siguracion, Nuk quhet gjobë, të vënë siguracion. Gjobë në gjuhën e rrugës, jo kamat, koli. Gjobë po them unë këshumë, po them në mënyrë figurative. Jo, se ka dhe gjoba penalitete. Po kështu edhe Verenozi shkret del në gjithmonë vazhdimisht e të gjitha dhe i vjen në dera, jo si i thonë. Qeku. Po, kjo të shpia, kjo që i vuni dhe një se mos bje tërmet mas 100 vjetër të arqëm, ishte ka paku të qita pagu dhe një siguracion nga fillimi, tha. Unë do të mbetem me 2 gazetarë, do me thënë në pjesën e dytë, që është pjesë e rëndësishme, pas, si që thamë pas pjesës parë që ne mbaruam, pjesë politike, Lëvizja Bashkë sfidon sistemin e kamunë, që të cilën do të themi pas publicitetit, dhe do t'jetë Arlind Qori me Redim Muqin, dhe unë do të mbaj në studio, gazetar që kene dhe frim kritike, Ola Zaman dhe mentorna Zarkon. Publicitet dhe rikëthemi me njerë.